Një njeri që po jep të drejtësi në sallën e gjyqit sot po nderohet, thjesht sepse bëri punën e tij. Gjyqtari Kalaja u qelluar për vdekje 2 ditë më parë në sallën e gjyqit të gjykatës së apelit. Një ngjarje e rëndë kjo jo vetëm për drejtësinë, por edhe për shtetin shqiptar. Prononcimet në portalet janë të tmeshme. Në këtë shoqëri është mbjellur urrëtia dhe ka çuar rrënjë shumë thellë. Kështu që është shumë e vështirë për të zhvillosur. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Drejtësisë Besfor Gamallari po marrin pjesë në homazhe, po ashtu dhe Presidenti Bajram Begaj. Spoliacione. Vrasja e një gjyqtari në ambientin e gjykatës përbën një precedent serioz dhe alarmues për rendin kushtetues dhe shtetin e së drejtës në vend. Situata këtu është nder. Gjyqtarët janë të trishtuar, po jo të friksuar.